Shumë pranë ndrimit të viteve, dhjetra familjar nga qyteti i Lushnjës janë ngritur në protest përballë zyrave të postës dhe më pas para bashkisë për shkak të vonesave në shpërndarjen e pagesave për personat me aftësi të kufizuara. Që në orët e para të mëngjesit, qytetarë të shumt, kryesisht përfitues dhe invalid, kanë pritur në radhë përpara sporteleve të postës për janë përballur me mungesën e listave të emrave dhe mos kreditimin e pagesave të tyre mujore. Në reagimin e tyre para kamerës së televizionit Apollon, protestuesit shprehen revoltën, duke theksuar se fondet janë të domosdoshme për të përballuar shpenzimet e festës së fundvitit. Ata kërkuan sqarime dhe zgjidhje të menjëhershme, duke theksuar se kjo situatë përsëritet çdo vit. Ky qesimi jonë ishte nga parë një herë, vetëm këtu në Lushnjë ndodh ky problemi qesues. Ne një ndihmë ekonomike e ushqimit. Si ka mundësi, Lushnja vetëm mos i marri, kurse neve nuk mos i marrim. Për një vitri që jep një shpërblim, mos i japi një jetë ose një pul të mordhur. Këto çka e ku, ky leku qarkullon, apo do t'i vjedhin edhe të vazhdojnë akoma me të vjedhje. Sipas komunikimit që ju keni pasur, ku ka ngelur shkaku? Shkaku nuk e di se ku ndodh. Tonë jo s'ka sistem. Jo nuk ka këtan, ky do të qarkulloj ky lek. Ky leku vetëm ngeli bllokuar. Kjo është një adutlik. Prandaj i kërkojmë ndihmë nga ana juaj Apollonit. Gjithë tu kemi të vitë që në bënë, ku ndanë shërbime nuk në japë, kemi vite kam plak para qupë me përtet, ku do të marë, me i rogë jamu, ku do vete, kam panën, asë lekës po në japë po talën me ne, që i shë kësu, ku do ven, po talën me ne, kemi i qinterë, po në talën. Atëre, unë jam një qytetare invalide, që trajtojnë vetëm me pakën, kam dhe 2 fëmijët me pakën, kam qenë orën 5 të mëngjesit këtu në radhë dhe në Sorollasin. Bashkia thot e ka Pesari thot e ka bashkia, tani pengesa gjitha bit kjo është ova. Neve tani qenë 5 të mëngjesit këtu, pa i pirilat të mëngjesit, të drekas si do bëj halli janë. Atëherë, shqetësimi im është ke pjesa e ndihmës ekonomike, si nga unë edhe nga komuniteti rom. Tani, çfarë kemi ne se sistem nuk ka? Çfarë kemi ne që po hajmë të ftohtin këtuja, që po ngrihemi që në 5 mëngjese për mbajtur radhën që mos jemi me njerëzit? Çfarë kemi ne apo çfarë detyrimi kemi ne ndaj tyrve që po na e bëjnë të? Sepse edhe unë kam kalamaj jemi Zuntan, është vit i ri. Po për çdo vit kështu bëhet. Po e njëjtë. A do kishme tjere ju për institucionet e shtetit? Do e lutesha që të marrin masa, përsa i përket kësajt, sepse ne nuk kemi fundrima, jemi njerëz. Nga ana tjetër, drejtues të Bashkisë Lushnje kanë sqaruar se fondet janë transferuar në kohë nga institucionet dhe përgjegjësia për vonesat i përket sistemit të thesarit të shtetit për shkak të problemeve teknike në rrjet. Protestuesit kërkuan ndërhyrje urgjente nga institucionet qendrore për të mos e kthyer pritjen e ndihmës në një betejë të përvitshme për mbijetesë.